Mëngjesin e sotëm, qyteti i Lushnjës u trondit nga një tentativë atentati ndaj Julian Sullos, njohur në qytet si Juli Pashakos, dhe armik i njohurit fortit të Lushnjës Aldo Bare. Ngjarja ndodhi pranë kthesës spitalit rreth orës 10:40, ku 3 personat pa identifikuar hapën zjarr drejt automjetit që drejtohej nga Sula. Si pasojë të shtënave, Sula u plagos në këmbë dhe u dërgua menjëherë në spital. Aktualisht ai ndodhet në gjendje të qëndrueshme shëndetësore. Pavarësisht plagës, Sula ka mundur të largohet nga vendi i ngjarjes dhe shoqëruar në komisariat për të dhënë sqarime mbi incidentin. Autorët e ngjarjes kanë përdorur një automjet tip Nissan, i cili u gjet më pas i djegur në fshatin Lifaj. Automjeti kishte targat huaja, duke ngritur dyshime se autorët kishin planifikuar largimin e shpejt pas atentatit. Policia e Lushnjës ka rrethuar zonën dhe ka ngritur pika kontrolli në hyrje-dalje të qytetit, ndërsa grupet hetimore po punojnë intensivisht për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e motivit të ngjarjes. Julian Sula nuk është një person i panjohur për policin. Ai ka precedent penal dhe ka qenë i përfshirë si i dyshuar në ngjarje kriminale të dhunshme në Lushnjë, përfshirë tentativa për vrasje, sulme fizike ndaj kundërshtarëve të tij. Ky nuk është rasti i parë ku Sula është objektivi i atentatit. Ai ka psuar më parë dëmtime fizike nga ngjarje të ngjashme, ndërkohë që autorët nuk janë identifikuar ende. Policia ka sekuestruar gëzhojat nga vendi i ngjarjes dhe po shqyrton çdo provë që mund të ndihmojë në zbardhjen e rrethanave të incidentit. Hetimet përfshin edhe verifikimin e automjetit të djegur në Lifaj dhe identifikimin e personave që ndodheshin brenda tij. Grupi hetimor po punon ngushtë me prokurorin për të vënë vend drejtësinë për të parandaluar çdo tentativë të mundshme të dytë. Ngjarja ka shkaktuar shqetësim në qytet dhe ka rritur patrullimet e policisë në të gjitha rrugët kryesore. Autoritetet paralajmërojnë qytetarët të qëndrojnë vigjilentë dhe të raportojnë çdo informacion që mund të ndihmojë në kapjen e autorëve. Ky atentat është një tregues i situatës së tensionuar në Lushnjë dhe i rivaliteteve të njohura mes grupeve të ndryshme kriminale, ku individët me precedent penal shpesh bëhen objekti dhunës armatosur. Policia dhe grupet hetimore janë në terren për të zbardhur plotësisht motivet dhe përgjegjësitë e ngjarjes.